është e vërtetë që një person ka deshë, domethënë kishte më ndërmjetësu me arrit pajtimin ndërmjet dy familjeve? Po, unë nuk e kam atë problem, Arber Gashi, unë e kam shok edhe për para saj me u pakzu. Apo më thënë, edhe ai ka orë të na, edhe ka orë dhe mas ju pakzu, po Arber mas pakzimi nuk u bëma shqiptarë se që ka qenë. Njëjtë. Shqiptarët sikur ka qenë atëherë para pakzimit, sikur ta kjo meriton strategjit të mëdha. Prandaj unë domethënë e kam pritë si atëherë si tash. Ai ka emrin Arber vetë fjala Arber jam me kuptu më shumë ti, domethënë ka dikush që ka emrin Hasan, ai ka Arber. Po. E çka ai ka ardhur domethënë Edhe ka ardhur, unë i kam thosh ka fol. Se ku me full, s'o problem, fal me këndush. Edhe hajde të na kush duhet me full. Na nuk jemi kundër pajtimit, kundër afrimit me njerëz. Bravo. Na jemi për afrimin me gjithë vërtetën. E vërteta duhet gjithë ku do që jo, në fund pusit gut me ndjerë. Ja çtash dolmi edhe shpjegojmë edhe mirë se ç'ish ka orte deri tek pasujat që i ke pas, po para se me dol aty, burgin e ke mojt bashkë me Hoxh Shevçet Krasniqi? Me Hoxhën jam kon 2014 një dhomë. E të ka shtime lexu Kur'anin, a? Jo, tha lexoj Kur'anin, se nëse nuk e lexoj Kur'anin nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po, se kam lexu Kur'anin, po bima një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora, aty po shkrujke Zoti i madhreshëm, i gjithë mëshirshëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, a është Zoti i madhreshëm? Po. A unë gjithë mëshirshëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Tash me çfarë përzihesh Zotit? Bravo. Përzihesh Zotit, ai pidi ka tani. Ai pidi ka krejtë, që du bashkru. E vërtet. Çka tha Shevçeti tani? Jo, tha këtu ki mirë. Thavi duhet me lexu krejt. Fillova unë me lexu krejt, domethënë, edhe kom lexu, domethënë po është një libër, Kurani është një libër jashtëzakonisht e fuqishëm, jashtëzakonisht për besimtarët musliman. Edhe unë kam emrin nga ne. Po jam shqiptar. Po djemtë e mi, unë ka emrin pe fillimi, Mariguna me e modhja. Rilend, Valdren, Valan, Arblind. Nga Gane, i kam bo këtë emna Shqip. Ako gjuma taksirat, për shemull, se mi posë emnin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. Sko. Taksirat, nuk e di dhe më thonë. Ati emrin transcendral? Po, dhe më thonë, unë e kom bo emnin pe musliman, Shqip, e kom qitë emnat e mi, edhe tonë janë musliman, mi. Po emnat e kanë Shqip. Nuk diskutuar apo? Tash, nëse mi janë gjesin mi vetë emnat Amar, Magar, qaj bje kja? Kusheq. E ti dëma unë ti qëndroj pas akon emrin? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajtë miliardat e botës me midhon nuk e ndroj. Pas fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kum bo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen dhe me unë nuk e kum gjetë. Po, një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djek, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më thënë, gjitha vorët që kanë qenë marët janë hup, s'ka më gjurën për shkatë se i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë me këshyrë dhe ku përshkujna, ku përmujna me mri mrapa. Për shemull, unë kam emnin nga ne, baba jeme ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe ka marrë deri në fund me gjithë një farë sakaku në kullës. Dhe më thonë edhe i kumë vetë në ata bletun, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atere. Edhe ka në ka posë djole e kulla një pepen, të shna ka kumë bitë e pep kullës. Dhe tëtë na pas kemë qenë besimtarët fesë katolike. E vërtet? Po, unë edhe tishtë, apo flasë u Shqip? Po, pra. Qa përna lidhë? Me Arbrin. Gjua, kumbi, gjokë. Qa përna lidhë me Tumen, për shambull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po na lidhë në gjua jonë. Shka fjallë? Nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua o para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë vesh ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata e në ko greke, se kanë folë greke, këta e kanë folë sërbishtë, në në ko sërbë. Ne e kemë folë shqipe, jem ko shqiptar, ose i lirë. Dhe tash, me si përna lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme, se për para se me shku në gjami, njeri mësot me full shqip.
Nuk, është e pa diskutueshme kjo. Po s'ka fjalë. Do të thonë, para se mu bëmë musliman të ko shqiptar. Se po mëse ka me vërtet. Zoti na ka lind shqiptar. Po na ka lind, na ka po Zoti shqiptar. Fejnë e ka zgjedh. Besa ti beson Zot shumë se Zoti ka pështu. Po, mos me pa pas drejt sepse në kërkon vetë drejtin Zotin i madh. S'ka Më fjalë. ka ndihmuar se kum pas drejtën e Zotit për mas vetë dhe më ka ndihmuar dhe jam i vërtet. lumtur mendimin. Po pëlqen shumë që domethënë beson në një fuqi. Jo, unë besoj në Zot, besoj edhe më shumë se do të shkojnë më fal. Se ata që shkojnë më fal e rrenë edhe Zotin. Si dalin bëj aty të bojnë qia, unë as nuk pi raki, as nuk pi doan, as nuk bëj punë, as nuk flas ma shpinë për kërkan, unë e flas vërtetën ato që për atë për atë të sa televizor. Një njeri që e rren tjetrin në flet, e përkthel për parasyve, mashtron mas shpinë, ai nuk ka bërë mua kur fal shqiptar. Hey, një farë shani gjeci, bazën shani e përmen shumre. Regjia nëse ka mundësi një fata dje na hun me ta, ta shumi, që është ky? Bazën shani. Allah e ka vjera. Na kanë ndodhur do 2001 kur më kanë plagu mua dhe më kanë vrarë shok besimin dhe bekimin nuk ka me mua. Edhe Batushon nuk kon rrjedhë tona këtë luftë. Pse telefoni e kon shpinë ti, a? Pe telefoni kon shpinë ti. Edhe i tha këtë sepse s'po flet për luftën atë tha, ja tha se s'po du me ja vlendu rran. Bravo. Kisha po qenë do të më shua ta rran të doktor. Kisha po qenë një dartërkitje të fortë, një përshëndetje për basën